Në pikën e kalimit kufitar të Moriçanit, fluksi lëvizjeve para ditën e së dielës nuk ishte i lartë, kjo edhe fal masave të marrë nga autoritetet doganore. Lëvizjet më të larta ishin në dalje të territorit, ku shumë qytetarë, kryesisht shqiptar të Kosovës, po tonin për pushime në bregdetin e Malit të Zi. Jemi nga Kosova, komunat Gjilanit, po shkojna deri në Ulqin. Do herë prej 92 ashtu. Jemi edhe për Shëngjin, edhe atje shkojmë ma vonë, a më njëherë ka një javë atje. Si u shkoj rrugët? Mirë shumë, pa kur fa problemi. Ka trafik këtu? Jo, s'ka, pritje këto normale janë. Vim nga Prizreni, do ikim dojnë në Ulqin pak, për pushime. Po zakonisht shkojmë gjithmonë që atje. Si fëmi nga ka që prindi tash ne jemi mësu. Për ndryshe edhe në Shqipëri rrim, po edhe këtu vendosëm si vjetë me dalë kënej. Rruga si u shkoj? Mirë, shumë mirë. Jo, se tani sa erdhëm, s'ka 2-3 minuta. Jo vetëm me makina, por ka edhe nga ato turistë që lëvizin me bicikleta, siç është ky grup nga Franca, që ka udhëtuar rreth 3 javë për të vizituar Shqipërinë. We come from France. Ne vim nga Franca, po udhtojmë me bicikleta, kemi 20 ditë që jemi nisur, do të vizitojmë vendin tuaj dhe duam të njihemi me njerëzit këtu. Kemi zgjedhur të vim me bicikleta pasi duam të shijojmë rrugën dhe të shohim nga afër vendet ku kalojmë. Do të qëndrojmë në Shkodër 2 net, pastaj kemi në plan të shkojmë në Alpe, ndoshta pastaj do të vizitojmë edhe kryeqytetin Tiranën. Në 48 orët e fundit kanë lëvizur në pikën e kalimit kufitar të Moriçanit 24.400 persona, 12.400 persona kanë hyrë në territorin shqiptar dhe 12.000 persona kanë dalë nga vendi, ndërsa aktualisht po punohet me 5 sportele në hyrje dhe 4 sportele në dalje.